24 mars i vitit 1999, shënon ditën kur nisën bombardimet e NATO-s mbi caqet e regjimit të Slobodan Miloševićit. Pasi kasapi i Ballkanit refuzoi të dorëzojë, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton dha urdhër për nisjen e sulmeve ajrore të Aleancës Veriatlantike. Ato zgjatën 78 ditë deri më 9 qershor, kur okupatori serb edhe u dorëzua. Para nisjes Clinton mbajti edhe një fjalim, ku edhe u asqëroi popullit amerikan se pse kjo fushat ishte e nevojshme. Sot forcat tona ju bashkuan NATO-s kundër forcave serbe, që janë përgjegjëse për brutalitetin në Kosovë, po veprojnë për t'i mbrojtur mijëra njerëz të pafajshëm në Kosovë nga ofensiva ushtarake, po veprojnë për ta parandaluar një luftë më të gjerë, kishte thënë ai. Gjatë fjalimit të tij ai theksoi se Serbia agresore ishte mos përfillse, edhe kur liderët kosovar, gjatë kohës kur kosovarët po vriteshin, ishin pajtuar për paqe. Për vite me radhë, kosovarët ishin munduar paqërisht që të rifitonin të drejtat e tyre kur Miloševići dërgoi trupat e tij që t'i shtypte. Kjo përpjekje u bë e dhunshme. Ne propozuam një marrëveshje të paqes që liderët kosovarë nënshkruan, megjithatë nuk i dha gjithçka që donin, ndërsa serbët refuzuan edhe të diskutojnë. Kjo nuk ishte luftë në kuptimin tradicional, ishte sulm me tanke e artilleri ndaj njerëzve që në masë të madhe ishin pa mbrojtje, liderët e të cilëve u pajtuan për paqe, theksoi ai.